Alin, gazetarët po thonë që as partitë e reja, as të vjetra s'paranojnë dalin debat me ty. Po, kryetarët e partive të vjetra kanë frikë sepse si do përballe me mua apo me aktivistë televizjes bashkë, kur jemi mishërimi i ndershmërisë dhe ata janë mishërimi i hajdutërisë. Kurse për këta të tjerët e partive të reja, unë kam bërë muajin parë debate me ta dhe kam përshtypjen që ata kanë dalë si mos më keq, që nuk duan të rrezikojnë përballë forcës argumenteve të jo vetëm të mia, po edhe të gjithë aktivistëve të tjerë televizjes bashkë, po mbi të gjitha përballë programit ton detajuar. Në këto zgjedhje Lëvizja Bashkë e vetmja parti politike që ka hyrë me një program të mirëfillt, jo vetëm 176 faqe, por ide të mirë argumentuara, të mirë studiuara. Edhe unë po t'isha në vend atyre do kisha frikë dhe do t'i largohesha debatit si djalli Temjanit. Mirë po, nga ana tjetër, qytetarët e Republikës së Shqipërisë kërkojnë një kulturë më të lartë demokratike nga përfaqësuesit politik, kështu që turpi i madh që u bë 30 ditë fushat zyrtare dhe nuk pam një debat. Koha ende, kështu që unë i ftoj të 10 kryesuesit e listave tjera për deputet që të kenë guximin qytetar dhe të dalin përpara qytetarëve, ta kërkojnë votën e tyre me ndershmëri dhe me gatishmërinë për të përballur. Kush nuk përballet politikisht fshet diçka. Unë nuk kam asgjë për të fshehur, prandaj mirë pres këdo për një debat kulturuar, bazuar mbi argumente dhe mbi të gjitha në interes të publikut.